Kjo familje nga Franca vizitoi Shqipërinë si një surprizë që kryefamiljari thotë se e shijoi. Vizita jonë në Shqipëri ishte një surprizë nga vajza ime. Është një vend jo si të gjithë të tjerët dhe i lezetshëm. Të shumt ishin francezët mes të huajve që këto ditë pranvere i sollën në vendin tonë. Jam franceze, ma rekomandoj të vija një shoqe që ka qenë më parë këtu. Tani po shëtisim Tiranën dhe më pas në Berat. Disa nuk ngurojnë ta cilësojnë një destinacion edhe më interesant se Greqia apo Italia, të njohura për turistët nga e gjithë bota që tërheqin çdo vit. Kemi dëgjuar për Shqipërinë në Francë dhe është një destinacion më interesant se sa Greqia apo Italia. Na tërhoqi historia, shumëllojshmëria fetare dhe kulturore. Theksojnë alternativat e larmishme e veçanërisht destinacionet që lidhen me historinë. Kemi ardhur nga Marseja dhe na tërhoqi e kaluara ushtarake. Është një vend shumë i bukur, ngjashëm me Korsikën. Por emigrantët nga vendet të largëta si Meksika është ndër vendet e pakta që brenda pak kilometrash u jep mundësinë të shijojnë edhe malin edhe plazhin. Jam nga Meksika. Kam dëgjuar nga miqtë e mi. Tani po nisemi drejt maleve dhe më pas në Bregdet. Një pjesë thonë se janë nxitur të vizitojnë Shqipërinë nga jehona e zhvillimeve të viteve të fundit, e të tjerë kanë ardhur me rekomandim të miqve si një destinacion që duhet parë. Jam nga Amsterdami, Holand. Kemi dëgjuar shumë gjëra për Shqipërinë nga miqtë e mi, ndaj dhe erdhëm. Vlerësime ndajnë nga mikpritja që e ka bërë të famshme Shqipërinë në gjithë botën, deri te klima. Jam nga Lituania. I dua shqiptarët, klimën, pemët dhe çdo gjë këtu. Shqipëria regjistroi rreth 12 milion turist vitin e kaluar, ndërsa synimet për këtë vit janë për një rekord të ri, ndërsa vendi ynë vijon të promovohet si një prej destinacioneve më të mira për të pushuar në një kohë të trazuar për vendet e lindjes së mesme.